Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vijon digitalizimi i shërbimeve në Maqedoninë e Veriut. Ministria për Transformim Digital dhe Fondi Sigurimeve Shëndetësore njoftoi fillimin e një bashkëpunimi duke paraqitur shërbime elektronike të reja për qytetarët dhe bizneset dhe lidhjen teknike të Fondit Shëndetësor me Regjistrin Qendror të Popullsisë për të thjeshtuar procedurat dhe ulur barrën administrative. Shërbimet përfshin nxjerrjen online të certifikatave për pagesat e sigurimeve shëndetësore për bizneset, si dhe certifikata për regjistrime, status të sigurimit dhe pagesa për qytetarët, të gjitha të qasshme në portalin elektronik me një sistem të vetëm të hyrjes dhe me të dhëna të përditësuara automatikisht nga Regjistri Qendror, duke reduktuar gabimet dhe kohën e pritjes në sportele. Rriten me rreth 46% rastet e gripit në Maqedoninë e Veriut në krahasim me një vit më parë. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi për 2062 raste të sëmundjeve të ngjashme me gripin gjatë javës së tretë të vitit 2026, një rënje me 11% krahasuar me javën e kaluar, por 46% më shumë se vitin e kaluar. Më të prekur janë fëmijët deri në 4 vjeç dhe mosha 15 deri në 64, ndërsa te të moshuarit mbi 65 vjeç janë raportuar 266 raste. Aktivitet shumë i lartë i virusit është regjistruar në Dibër, Orë, Shën Nikol dhe Kavadar, ndërsa nga fillimi i sezonit janë raportuar 8209 infektuar dhe 3 viktima, duke bërë apel për vaksinim veçanërisht te grupet me rrezik. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Dogana e Kosovës përforcuan kapacitetet teknologjike me një skaner të avancuar të dhëruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Inaugurimi u krye në pikën kufitare të Merdares. Ministri i detyrë Xhelar Zveçla dhe përfaqësuesi i ambasadës së SHBA-s, Anu Patripati, vlerësuan donacionin jo vetëm si një mjet që rrit sigurinë kufitare, por që forcon dhe partneritetin ndërmjet Kosovës dhe SHBA-s, duke lehtësuar tregtinë dhe duke ndihmuar në stabilitetin rajonal. Për Zveçlën, sigurimi i kufirit përbën një shtyllë themelore të sigurisë kombëtare. Kjo mbështetje për institucionet tona do të ndikojë drejt për drejt në forcimin e luftës kundër veprimtarive të palegjshme si kontrabanda me mallra, me armë, narkotik dhe qenie njerëzore, që të cënojnë sigurinë e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve tonë, duke kontribuar njëkohësisht edhe në rritjen e sigurisë rajonale dhe më gjerë. Ndërsa përfaqësuesi i ambasadës, Anu Patripati, tha se skaneri do të ndihmojë doganës Kosovës të parandalojë kontrabandën, të zvoglojë kohën e pritjes dhe të sigurojë që tregtia legjitime të rrihet pa pengesa përtej kufirit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kuvendi i Shqipërisë miraton antarësimin në Bordin e Paqes propozuar nga presidenti i SHBA-s Donald Trump. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkuan votat pavarësisht debateve të shumta të shkaktuara nga vendosja e emrit të kryeministrit Edi Rama në titullin e marrëveshjes si përfaqësuesi i Shqipërisë në këtë organizat. Pro marrëveshjes votuan 110 deputet. Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projektligji miratohet në tërësi. Marrëveshjes i mungoi vota Edi Ramës, i cili la seancën pasi mbajti fjalën e tij para deputetëve. Pavarësisht votës pro, opozita kundërshtoi disa orë procedurën e përshpejtuar të kalimit në parlament të marrëveshjes. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Vilia kërkon shpalljen e pavlefshmërisë absolute të dekretit të emërimit të prokurorit të çështjes së tij Olsi Dado. Vilia i depozitoi në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë një kërkesë pa di kundër institucionit të presidentit të Republikës së Shqipërisë të vitit 2007-2012 dhe prokurorit posaçëm Olsi Dado, duke kërkuar konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të emërimit të tij të fundit si prokuror nga noter që ishte në vitin 2008. Sipas padisë, emërimi i prokurorit është kryer në kundërshtim flagrant me ligjin. Vilia i kërkoi nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë të detyrohet të marrë vendim për përfundimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit dhe ushtrimit në mënyrë të paligjshme të detyrës së prokurorit në fjalë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.